Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh trurit, diabetit dhe zemrës nëse konsumoni arra çdo mëngjes. Vlerat ushqyese dhe të shëndetshme të arrave janë të shumta. Vlen të përmendet se arrat përmbajnë një substancë aminoacide bazike të quajtur arginin, shumë e rëndësishme në parandalimin e arteriosklerozës. Për më tepër, arrat mund të konsumohen edhe për të parandaluar disa patologji. Duke qenë shumë ushqyese, arrat mund të konsumohen për të luftuar stresin. Për të njëjtin motiv mund të futen në dietën e vegetarianëve për të shtuar sasinë e proteinave. Arrat gjithashtu këshillohen edhe në periudhën e shtatzanisë, që përmbajnë edhe nivele të larta të omegës 3, gjë e cila do të ndikojë pozitivisht edhe në zhvillimin e fetusit. Nga ana tjetër, efektet anësore janë të pakta dhe për më tepër janë të lidhura me konsumin e tepërt të arrave. Prandaj këshillohet të konsumoni 8 deri në 10 kokra arra, të cilat mund t'i shtoni në sallata ose në ushqimet tuaja të preferuara, ose mund t'i konsumoni ashtu siç janë. Arrat përmbajnë 650 kalori për 100 gram, 16% të proteinës ditore për 100 gram dhe 12% të glucideve, më shumë se 60% yndyrna, vitamina B1, B2 dhe vitamina të ndryshme. Gjithashtu, sipas Healthy Food, ato janë një nga zgjidhjet më të mira ushqyese të cilat do t'i ofrojnë trupit tuaj shumë element të rëndësishëm në jetën e përditshme. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Në kombinim me rozmarinën do të përbëjë një recetë ideale me vlera të mira për shëndetin e zemrës, gjithashtu për kockat më të forta dhe për shëndetin tuaj të kujtesës së fortë. Arrat dhe rozmarina janë të pasur me ushqyes, janë një burim i jashtëzakonshëm i antioksidantëve, vitaminës C dhe materialeve ushqyese. Të dy këto përbërës natyral janë fantastik për shëndetin dhe për trurin. Arrat përmbajnë një zgjedhje të mençur ushqimore sepse kanë në përdorime të larta acide yndyrore omega 3, që parandalojnë sëmundjet degeneruese të trurit, siç janë sëmundja e Alzheimerit, skleroza dhe sëmundja e Parkinsonit. Arrat dhe rozmarina parandalojnë sëmundjet koronare dhe janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore mono të pangopura, siç është acidi oleik. Shumë studime kanë treguar se këto ushqyes janë të dobishëm në parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Gama e ushqyesve të rëndësishëm të arrave shtrihet edhe te kockat. Acidet yndyrore i bëjnë arrat jashtëzakonisht të mira në rritjen e niveleve të përthithjeve të kalciumit për kockat. Rozmarina ofron një spektër të mirë dhe në kombinim me arra do t'jap rezultate mjaft të mira ushqyese edhe për shëndetin e trurit. Ndaj dhe ekspertët këshillojnë konsumin e këtij fruti. Por si ndikojnë konsumi i arrave në shëndetin e stomakut? Mbarvajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët të ruajnë balancin e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt të arrave parandalon inflamacionin, isheminë dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të rënë nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibër, të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha nëse konsumohen me maturi. Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë oreksin. Arrat kanë efekte pozitive për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesës dhe përqendrimit. Duke qenë se janë të pasur me antioksidantë, acide yndyrore, poli të pangopura dhe substance që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë në të mirë të trurit. Ato ngadalësojnë dhe pengojnë plakjen e parakohshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazat e mëvonshme të jetës. Arrat në të vërtetë janë një minier antioksidantëve efektiv për shëndetin e zemrës, trurit, gjithashtu edhe sistemit kockor. Gjithashtu edhe për më tepër, këto produkte përfshihen në listën e ushqimeve që ndihmojnë në parandalimin kundër problemit të radikaleve të lira.
Frutat e arave janë një koncentrat i acidi lineolik, një substancë që mbron sistemin kardiovaskular, rregullon qarkullimin e mirë të gjakut, ul kolesterolin e keq dhe rregullon normat e tensionit të lartë. Përdorimi i arave forcon thonjtë, flokët dhe zvogëlon çrregullimet e organizmit gjatë vjeshtës dhe funksioneve kundër artritit reumatoid. Në këtë mënyrë mirëmban shëndetin e kockave dhe largon mundësinë e osteoporozës. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore omega-3, ku bëjnë pjesë acidi lineolik i arave, përmirëson energjinë të personat që i konsumojnë. Veprimi i arave si produkt anti-inflamator atribuohet sinergjisë midis acidit elagjik dhe vitaminës C, efektiv kundër inflamacioneve dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht, omega-3 që përmbajnë arat veprojnë gjithashtu në tru duke përmirësuar funksione nervore, aftësinë e të mësuarit dhe kujtesën. Por pse duhet të përdoren veçanërisht arat natyrale? Për të përfituar maksimumin e fuqive shëruese të arave, është e këshillueshme t'i konsumoni ato sa më natyrale, të cilat nuk janë nënshtruar trajtimeve kimike. Mundohuni të mos blini ara të super bukura, por ato të cilat nuk janë trajtuar me zbardhues dhe kimikate. Sigurohuni të blini dhe të konsumoni ara të vendit që kanë një lëvozhg më të errët dhe të njollosur, që sigurisht nuk janë nënshtruar asnjë trajtimi termik. Arat më të mira kanë një mallësi të mesme, nuk kanë vrazhda të tepërta dhe fruti duhet të jetë i freskët, i thatë dhe plot me vaj. Është mirë të shmanget ara e qëruar pasi kontakti i gjatë me ajrin i bën ato të humbasin shumë prej antioksidantëve aktiv. Është mirë të mos e tejkaloni sasinë prej 10 kokra ara të plota në ditë. Si çdo frut aror, arat janë të pasura me kalori, gjithashtu ato mbahen edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese. Për t'i konsumuar gjatë gjithë vitit, mbajeni ato në një vend të freskët dhe gjithashtu shtojeni vazhdimisht në menunët tuaj ushqyese. Arat janë ndër frutat më të mira ushqyese për shëndetin e njeriut. Mjekët rekomandojnë që t'i konsumoni vazhdimisht në dietën tuaj dhe kjo për këto arsye. Sipas WebMed do të rendisim disa arsye pse duhet të konsumoni ara çdo ditë. Ushqej në shëndetin e trurit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arat zhvillojnë në trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arat janë një ndihmë shumë e mirë në luftën kundër depresionit. Arat janë tepër ushqyese. Përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, lektinë dhe yndyra të shëndetshme. Janë të pasura me vitamina dhe minerale cilësore. Përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat dhe tiamin. Gjithashtu arat përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur. Omega-3 dhe omega-6 janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit në rritjen e qelizave, imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin kolesterolin e keq. Vaji arave përmban në biotin, kalium, omega-3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe trajtojnë zbokthin. Arat kanë veti të mira kundër mykut dhe mbajnë larg infeksionet. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikalive të lira si pasojë e stresit duke reduktuar rrullat në fytyrë. Vaji i arave ushqen lëkurën, zbardh rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Arat janë të mira për pjellorin. Arat përmbajnë kompleksin e vitaminave B, si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Arat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Arat janë të mira edhe për diabetin e tipi 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht me ara në ditë redukton me 30% mundësinë për të prekur nga diabeti tipi 2 tek gratë. Arat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme, duke ju ndihmuar që të jeni më të ngopur për një kohë më të gjatë. Arat i bëjnë mirë kockave falë përqindjes së acideve yndyrore omega-3 dhe konsumi i këtij fruti vazhdimisht në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një rol pozitiv në rritjen e vlerave të shëndetit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.